Të nderuar dëgjues dhe shikues të RTS, Selamu Aleikum, Rahmetullahi ve Berekatuhu. Mirë se takohemi edhe sonte në emisionin Ta njohim të vërtetën me profesor doktor Shefqet Krasniqi. Do të jemi së bashku për një orë të plotë me pyetjet e juaja dhe sigurisht me përgjigjet apo këshillat e hoxhës së nderuar. Selamu Aleikum, mirë se erdhe. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Atëherë, pa humbur kohë, do të shkojmë me pyetjen e parë, ku thotë selam aleikum, hoxhë nderuar, desha të pyes nëse vihera dhe kunatat kanë bërë sihr, edhe ti i ke gjetë se hiret e tyre disa herë dhe je sigurt 100% për atë që ato kanë bërë. Po prap ti për hatër të Allahut je kthy prap i ke nderu si më herët. Po problemi është se kur s'po janë ata të pranishëm në shtëpinë tonë, gjithçka po shkon në rregull. Pra lidhshmëria me burrë, me fëmijët, gjithçka në rregull. Po si po vinë ata, do thotë pastaj burri ndryshon 90 shkallë, bëhet ke ndryshe, fillon me më ofendu, pastaj bëhet i zhurmë shumë ndaj fëmijëve. Mundona me gjithë shpirt mi nderu që mos mu bë fesat, po prap për imtësina më të vogla burri ndryshon. A janë pasojat e sihrit që ato kanë bërë dhe nuk mundet me përballu me na pa bashk. Të lutem një shpjegim më të detajzuar. Allah ju shpërblet. Selam aleikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. E falenderojmë Allahun e madhruar, salavat pejgamberit të bekuar, shokëve të tij të nderuar, dhe gjithë atyre të cilët rrugën e tij burrë të madhe kanë ndjekur dhe kanë pasuar deri së kësaj dite dhe deri në ditën e Kiametit. Pastaj sigurisht se manxhitja në hak nuk diskutohet. I ka cekur Allah Azza wa Jall në sa vend në Koran, qysh në kohën e Musaut, në kohën e Sulejmanit alayhi salam, e kështu me radhë, deri tek zbritja e dy sureve të fundit të cilat kanë të bëjnë me mbrojtje Kul a'udhu birabbil falaq, Kul a'udhu birabbin nas, të cilat kanë të bëjnë me ruajtjen, mbrojtjen e robit nga magjia, nga syshi dhe çdo e keqe tjetër. Pra për që janë hak, nuk diskutohet. A ka mundësi me të bë dikush magji? Ka mundësi, ama me lejen e Zotit? Pa lejen e Zotit nuk bëhet asgjë. Sepse jo gjithë përpjekjet e tyre realizohen, dëshirat e tyre plotësohen, jo gjithherë, nga se edhe ata janë brenda kaderit të Allahut. Thjesht sikurse ndonjë njeri i cili përpiqet me të bëjë keq fizikisht, psikikisht, ekonomikisht, familjarisht, më të bëni të keqe dhe përgatitet e bën plane, kujtohet natën e ditën e konsultohet andaj e kneje qysh me të bëjë keq. Pra ai është i gatshëm me të bëjë keq, por ja që Allahu nuk ja mundëson. Dhe ti nuk e din hiç fare që ai duke të përgatitur, duke ta përgatitur një kurth apo shumë kurtha, ti nuk e din. Por Allahu të mbro. Sepse nuk është në dorën e tij, në çdo gjë është brenda kaderit të Allahut. E njëjta gjë është edhe për magjistarët të cilët përpiqen me të bëjë keq, nuk do të thotë që munden. Kjo është shumë e rëndësi, para se me shku tek pyetja konkrete, kjo është shumë e rëndësi. Andaj ne nuk do t'ju tutemi, të friksohemi Allahut. Dhe pa thonë Allah asgjë nuk bëhet. E Allah me Koran ka thonë, kulli yusibana illa ma kataba Allahu lana, thuaj nuk ka për të na goditur neve asgjë pas asaj që ka caktuar Allah. Ma kataba lana që ka shkruar. Që ka shkru. Ata që ka shkru ka më në ndodh. Ata që se ka shkru s'ka më në ndodh. Andaj, ne i pështetëm Allahut. E një nuk i dim që ka shkru, që se ka shkru Zotë, nuk i dim. Por ne marrëm se bepet, e që është bërja dhikrit në sabah, dhe bërja dhikrit në akşam. Që janë mas preventive, mbrojtëse, ta quaj kushtimisht gjigante, shumë të mëdha për Europin.
janë ndër masat më të mëdha që ka mund të merr robi për të mbrojtur jo vetëm prej sherrit të magjistarëve, por edhe prej sherrit të çdo sherri. Prej sherrit të çdo sherri. Sherrit të shejtanit, sherrit të insanit, sherrit të hyjvanit, sherrit vetvetes tone, sherrit tjetër kujt, kujt do qoftë. E kësajna mase preventive shumë të madhe, për ta përkryer këtë, për ta pjavu kulmin, është edhe tawakuli në Allahun Azza wa Jall, mbështetja. Sepse vetëm dhikr pa mbështetje është shumë i zaif, shumë i dopt. Po dhe tawakuli pa dhikr është i dopt. Dhikri, sabah, tawakuli mbështetje në Allah. Dhe më shëtu të askujt. Pastaj, ata që e vrejnë rrezikun, sikur se motra konkret këtë rast, e vrejnë se ka dreqin e shpe. Spaku të dëshon. Kjo do të mishtu masat mbrojtëse. Identik, sikur se një njeri që pe vrejnë një armik që t'i bë kurth, i ka arë lajmi, apo ka bëma bishësynit, se pe silët e ka la shpis, ose ka la punës, ose ka la makinës tina, ose ka pëjes këpë del her para her mrapa, këpë e kupton. Që diçka ka. Dhe çka bën i shton masat mbrojtëse. Andaj e përkujton Allahun më shumë, edhe gjatë ditës, rrin me abdest. E Allahu jam poshtë, te bareke ve taala. Kjo e para, e dyta, do të se jam i sigurt e kam gjetë magjik të këtë. Të thuaj, nuk dyshojni askën për pas në to. E që prapi bie që atë sillet, por ju e sigurt, apo e sigurt 100%. E sigurt 100% është kur njeriu e sheh me sytë të tu, apo kur ai e pranon vetë, thot po unë të kam bërë magji. Kjo është e sigurt. Për ndryshe tjerët nuk janë sigurta. Janë bindje, është një bindje jemi e fort, shumë e fort, dhe është dyshimi kryesor apo ndryshe thuj, që nuk dëshin askënd pas në te. Cële që tjetë, në është edhe janë ashtu që pëthu te. Tani, se treti, ty Allahu të ngrit, të lartësoftë që përbleft, për të parët e cilësit e mira që i ke të një gruaje të mirë të dëvatshme, e cila mundohet të këqijat me i mbledh, me afru, me avlidh gryken, me shtin e thes dhe me gjujt. E jo me i rrit, e me egzageru, me i tranu njerëzit se pra problem nuk zgjedh. Por të mënosh me të but, me maturi, për me të kalu këte, e silen zote gjithë, me të hik Allah, ati kufshin falë. Katërta, të këqështja burrit, edhe atë njëra të rrit, apo zote shpërblev që përpiqesh me mbajt burrin kontrol, me zbute, me disponu, pa i prap se prap qartët, apo cilët vrajshda që shtë se harrova, rëndësishme, burrit nëse shetu dhe së të regaj, por me të butë, mas me kuptua ishte po e shten, po e nëzit, në ka këtë nëzitje, zote më se dhasht. Dhe thuj une, për vete kësha duru dhe nuk të shë të regu korë, po për më dhime shte se për më do këtë jetë të e vujt. Andaj e kanë mirë të se djali tyne, pa kërse më në këtu heq, me të tërgu në ty qatë gjejt dikun diçka, me thonë nanë që të ka herdhen, ose motër, ose konatëse. Pyqe, ka herdhen që tu. E tani, kada me hi muhabbet, anë dregull të punë. Asë më dërëm pa mirë, apo qka? Këshan zëhu. Allah ju rujt, ja Rabbi, Allah ju e neve gjithë në rujt për shirë dhe shirë, se njeri është imbu shërë me shërë. Nëse e përdor energjin e shirët që ka, ajo dërë kërdibën.
Bile shumë herë më shumë bën sherr se sa që bën hajër. Dhe hajër është i ranë. Hajër është i ranë. Shirë është i lehtë. Allah ju shpërbleft, do të vazhdojmë tutje me emisionin tonë dhe inkuadrojmë telefonatën e parë për sonte. Selamu alaikum. Selamu alaikum. Selamu alaikum. Aleikum selam. I pata do pyetje të për hoxhën. Kur noni? Unë jam një besimtar i cili falë po harroj. Me fal rëqatët për habitna. A bën për shembull nëse e di se kom falë një rëqat, e kom thonë se kom falë, a bën me përsërit, qatë rëqatën zona 5 me përsërit do grite. Sa vjet e ki? Kuna? Sa vjet që je? 77 vjeç. Mashallah, mashallah, alhamdulillah. Në rregull, pyetja tjetër? Allah po habit nëshme. Edhe derisa me të vetë, unë nëmre më shku djalin e kam me ma një lokal, po shet raki, a bën më shku, a s'bën më shku. Ku më shku, në natë lokala? Numre më shku në atje në qabën, numre. A djali për t'ja parët, që ka Djali do më shku vetë. Djali ka lokal me raki dhe do më shku në numra, po. Po aty shet raki, a shkon vadi hama, bën më shkua, që shë punë. Veç alkohol ka, po ka dhe market përgjësi. Po, alkohol, shetë soka, kafe, që so, markete, që so. Pyetja tjetër nëse ke? Po, derisa më të vetë e kem një hoxhë ka thonë, a i nuk vjen në falë, veç gjumon vjen, e mo nuk vjen heq, që shë punë atina, ashtu, se nuk vjen e Allah. Mi falë të në vakët, a ka gjynaj për vetja, që ka bonta, si gjën është. Faleminderit për telefonatën, i përshëndesim, selamu alaikum. Po, ti trujtë zote se më shtine me kjesh, se the ëmbel e mirë, anë pse kjo është e dhimshme. Kje e fundit, pasha një zët, po flasë me ty, jesi me kanë para të tjerve, nuk e di sa mi vetën të në pa, po flasë me ty si me kanë në tane, ja të në tem 4 sy, edhe që këtë 2 sy, që kam 6 sy. Se po flet amel, sa të dush, që të funit e the amel e mirë, anë pëse është e hidht. Kjo është e hidhur, sa të dush e hidht, sepse hoxha me kanë i katunit, e mës me dalë, me falë vetë gjumon, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, o zat që ato bajt këtuk. Hoxha i katunit, mës me dalë me falë vetë gjumon, që me thonë? Që me thonë, kështë shumë mirë për thëtë, e ka bërë që ka. A ti hoqës me tha hoqë, për më do këti, të pas ka rritin dhe regjët naltë, si ata shëhlerë që janë, që aty një falin gjënohat kështu pa boheq, a din pa ishtë të këfarë pa, ta s'ka nëve për amelet mira. Jenë disa shëhlerë, disa. Nëse arri një gradë, ata nuk ka nevoj më falë. Pse? Sepse thuin, ka thonë Allahu në Koran, wa abud rabbeke hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adhuroj Zotin tënë, për bën ibadet, zemër ibadetit është namazi. Adhuroj Zotin tënë me ibadete, me zeqate, me agjeri, me tjera. Hatta ya'tiyaka al-yaqin, derisa ta arrish gradën e yaqinit. Qa kjo yaqini? Yaqini është më nalë se bindja. Ata që është e komentojnë yaqin bindje, yaqin thënë është kur është Allahun anër, është pejgamberin anër, yaqin është kur ti jetë të nejtë, për në njëtën kohë jetë të vizitu qaben, jetë të bo punë të madhë që jetë të bojnë me mund, ti të nejtë, ose anër e bën ti. Pse kem rrinë një shkallë, ku e njeh Zotin ti, më mirë se sa të tjertë. Tamam, kështu thonë. E që është devijim total i ajetit koranor. Sepse Allahu me këta jetë i drejtohet pejgamberit i tina. Mënyrë indirekte dhe neve, po që ka thëtë pejgamberit, vazhdo të adhurash Zotin tënd, të adhurash me tënë në format adhurimit, derisa të vije vdekja. Derin dakikën e fundit, o Muhammed, sallallahu aleyhi wa sallam, e kush është Muhammed aleyhi salatu wa salam? Pra as ate, Allahu nuk e justifikoj
për mos më fal. Ja ki më fal. Ki më fal deri sa të vjen agonia e vdekjes dhe ta shesh me sytë tu vdekjen. Kështu që më thoi hoqës, të pas kem rritë atë shkallë, ku nuk për ty obligimet, namazet nuk ka kanë obligim për mduket. Ne për në duket që për ty s'ka obligim. Andaj ne për në mërmenja, me pas këshilltar e xhamis, që të nëse s'ki nevoj për namaze, edhe na nuk kem nevoj për xhamon tonë heq. E bojmë që ashtu? Ti nuk ki nevoj për namaze, se s'ki bërq. Në pas bërqin e falë, po flasë për hoqën cilën ka tonë. Jo që ka 7 km, 20 km, tash për këto është një terapi tjetër. Ky zotnia do të me gjithë dikën zavencë. Ose, me thotë dukuj falit ti namazet, me rrugën tem. Mu malen për gjuma. Edhe për gjami me 2 imama. Ose, me mësu dikën për gjematit, 2-3 veta, 4-5, të cilët e për tyjnë me qëllu, del imam. I përgadit, i trajnon. Bërë që ka hoqja. Pra, nuk dëntin, nuk e bën asnjën e për tyjnë, i afer xhamis, nuk del në xhami e fal namazin, ne këshillë xhamis, që kem dërtu xhamin vet, ne shumë të udhë që edhe na nuk kem nevoj për ty. Na nuk kem nevoj për një gjëma, s'kem nevoj për ty heq. Ne kem nevoj për hoqën, që na ngjall xhamin, na fal 5 vakte në xhami, na mëson fëmin, na mëson neve, e gratë, e pleqt, e trit, e lulëzën xhamia, e lulëzën fshat. Që xhamia është qerdhe, seli e kulturës, e edukimit. E jo vetëm e adhurimit dhe apo vetëm e ligjerimit, bile. Sa adhurim të s'ka. Ka ligjerim, me 2 recate namaz. Andaj, as 3% nuk është duke ju i plotësue. Apo kërkesat e xhamis nuk është të qënë vend. Rolën e xhamis. Nuk është të lutë as 3%. Rolën e vetë që do të ketë xhamia. Pra me gjithë një hështjetër me thaktina të zëtni, Allahun gjennet qoftë, e të zëft mas pare, se kun ty bënjën të buks, të shka ka të dush, shalë Allahu të hajrin, e ne të shpresojmë ty e të rojmë hajrë, ne marrë me hështjetër, edhe atja ku i zëmin fillim, ki marrë me falë 5 vaktet ditje, ki me qenë afer xhamis, dhe me mësu dikan gjithashtu, që në mëngjes tante, kur mëngon të se s'ka qarë pa mëngun të njërë hoxha, me trajnu dikend për me dit, mja falë tjerëve namazin gjenazës. Tjetër ishte djali pra mba një lokal që ka Fort pyetje mirë kjo. O vallahi që ma dy janë. Ngo lanqëm. Edhe këta të thënë se me kanë 4 qëtë, të thëmë edhe këtë nda. Shkohë në Ertenjani, më kemë rezervua një iftar. Një mirë thash një iftar për Ramazan. Tamam, pa përmeni. Po jo me emra sen, se s'ka marak, por kush e ka mize mas veshi, qa pun, ha? S'kam që e baj. Shko më rezervua, me dikend me këqyrë. Më tha dikush, ha dëshke me këqyrë, anë e bëshke me këqyrë. Deshte zoti, kur më shtini farhymje mua atë, ata nuk deshte në zërë më shti, po shkon kader. Full raftat alkal, full alkal shkon. Plët! Dhe kalu ma atë shkret meta, ja. E kalu ma të fardhome, hinëm sala ma dhe e mirë. Tash, ende pa bollah për qme me për këta dy, po të njëftu, kur hinja i bosim duket gasta. Dhe ta që a ishin atë, da e rrë me mua, da ishin atë, dhe me në pritë, bu në farë, 4-5-6 veta këtë dion, thanë kë vetë sa këthi për omërës. Kush e këthi për omërës? Që në mrekona po? Të në mrekona po? Me shtë alkala? Jetë type. Jo pasha zotin. Ej, vallahi, pa thash, vallahi, jo. Wallahi pe umrës e marrë dje, dhash vallahi ti ke mujtë marrë pe umrës, ndash pe Vatikanit, ndash ke mujtë marrë pe Dubajit, veç ti në umrë harruat po. Jo pashat madhin zët, po gjithë të rakiti këto, po më shko nëmërët, ja po nosh me rajtë zotin a qka. A nuk djenë marrë me që dur të qabja me lutë Allahun, e ti krejtë rëskon, apo shëmise në rëskot haram, e pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, yekulu ya rab, wa mat'amuhu haram,
ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. I qëndurt, jerfa yadejhi, edhe thëtë o zët, pra lutet, o zët, ma këta. E për thëtë Allahu, kë, është ushqy me haram, ka pi haram, është me pi, nuk ka kush me pi rakin, po me pije me parët rakis me pi haram edhe ujin koft. Pra ushqy me haram, ka pi me haram, është veshmbath me haram, e që i bije, po jetën me haram. Funda hadithit, e qysh mi ju bati ka vëldaja. Qysh. Pra ta ulematur kanë folë për pranimin e das, ndërkushtet kryesore, kanë ceko kanë thanë, me qenë ushqimi halal, sepse nuk pranohet doja prej trupit, prej mendjes, që në trupin e saj ka haram, stomakun, lukthën, trup, në gjakun, indet muskulore, tjere. Andaj këtë djali ju të zotë e drejtoft mas pari. Pra, unë s'pa thëmë mos të shkan, sepse nashta ati vijë udhëzimi, Allahu ta zë o gjel. Amo, për që pikërin pun, me shku me haram, numre, jo ty, be kjo pun s'bant, ajo. Amo nuk i thëmë shka, kërkujna, këllet shkan. Me shthuj të bëndo, o biri jam. Allahu të dhëzoft e drejtoft. Se pasha Allahu një një vetë, një umre, po edhe shdo vetë nga një umre, po edhe nga 10 umrën vetë, edhe shdo vetë ka një haqë me ba. Pasha të madhën zëto o birë, nëse të zënë deka me qëta alkohol që e shetë, baba nuk dhe shumë për veje, po që të e di, pun të kje të zoti, ma keqë se keqë. Dhe se a i ka ndorë me pëshëru, ama dje që ka me ta shiju një denim të randë, e ka me ta mush vorë në zjarëm, e ka me të shqyje me qelbë e me gjak të gjehnem, live në gjehnem. Me alkohol hegare nuk bëhet. Shitja alkoholit, konsumimi alkoholit, prodhimi alkoholit, transporti alkoholit, shërbimi alkoholit, neja në atë me zhlise ku kusilet alkoholi, janë të malkuara në përmjet gjuhës e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pra nuk ka vend tek muslimani. Mësa derri, ka logjik me patë të muslimani në bërderrin? Ka logjik me pa të muslimanën në sofërtina derën? Jo, qysh ka logjik për alkoholin? E tjerë të pinë, për derën e hajnë tjerët. S'pe hamë pra. Me saraset të tjerët, kush pa thot të tjerët? Pra kush të tjerët? Jo muslimant. Nalo që to nalo? Te po thu jo muslimant, e të qka je? Të nëse je jo musliman, o krye meselja. E jo mërë jo musliman, e vallahi, muslimanie, atër alkoholi, mishi derrit, senet e ndaluara nuk guxojnë të kjenë vend të ti. As lekalin tënë, as nodën tënë, as shpinë tënë, as gjepin tënë, as kund. Allah ta drejtoft atë e vlad. Fajmë 77 vjeqarë, pra harroj namaz të këqështja. Po edhe kjo shumë më rëndësi, pyte shumë mire e patë kjo. Pa harran namazin, pra ta pyta sa veti kje. Shëqa, për dërën e farë metode ku t'janë nësë shumë falë, për shambull, i ki durt, më pëqej nalë, ka i ki poshtë durt, bënja me gesht dy qysh nëj. Ka për njanin gesht, ose nërë njanin gesht, ose ma e nërqatën e parë. Ta në nërqatën e dytë me e gishtën e dytë. Nërqatën e me e gishtën e tretë. Nërqatën e katër gishtën e katërt. Ose, lej para vete të njërë, një 4-5 kokra kalamash, 3-4 kokra, më thekeni mi gjë jam. Mi lathë kënë pilone 4 kokra pasole, theke pasole. E nërqatën e parë kur qone e ka për ngre hinja. Tash, me leviz namaz është ndalune, po me njëherë nuk e prish. Nërqatën 2 theke bëjt 2 kokra. Nërqatën 3, 4 për s'ma hapit. Dhe mësë ngot namaz. Dhe nëse habit, do të mbose vesejde. E tani, nëse
ta mërë mene që ke lanë mangu, që është plotësen edhe një, dhe bën se viseshte. Nëse ta mërë mangu që ke falë ma shumë, atër ulesh, që mos jetë ta më mbëtutësh më shku më nalë, ulesh, rrën të hjatë, e bën se viseshte. Nëse është në lindje ende, selam aleikum. Alo, selam aleikum, ju përshëndes nga Lilani. Por nëni, Jam një motër, i fali kejt kohët e namazit, po kam vështërsi qështu edhe me të këqijat të insonit, e ku pe di, unë e kam ngecje shumë herë, do të më shku në për hoxhallare, mu shku, edhe e shë një person ndër gjithmonë, jemi tu për ladi, që ju shilnu shumë, që atu ju mbo marak shumë, ajo është i dekt. Po ta qep më kallëzu, për shka, kur gjatë keqe s'kum pas, ama e shoh që ashtu, sa her gati që e shoh ndër e shoh si tillnum jena me illnim. Ju përshëndes, selam aleikum. aleikum selam, faleminderit për telefonatën, është radha për një shkëputje të shkurtër dhe pastaj për të vazhduar tutje. Përse të kërkoni kur mund ta gjeni, ju presin mbi 300 makina të reja dhe okazion prej markave më të njohura. Albini Auto në Rrym Lang, Zyri, është partneri juaj i parë për makinën që ju dëshironi. Na vizitoni dhe befasoni me ofertat tona ose vizitoni webpaqen ton autovizalbini.ch. Albini Auto, ne kemi çelësin e makinës së ëndrave tuaja. Rikthehemi në studio për të vazhduar tutje me pjesën e dytë të këtij emisioni dhe me pyetjet e juaja. Motra në pjesën e parë pyetje tha, apo shoh ëndër një person që është i vdekur dhe nuk kemi pasur asnjë problem me të, mirë, por në ëndër kur shoh kemi problem, pra nuk njëna rahat, pastaj po duhet më shku në për hoxhallare kështu më radh. Po në ëndrat shumë, po nuk e komentaj. Kemi të seksa sa herë. Megjithatë, ëndra të vdekurit zakonisht paraqet ëndra pozitive, jo negative. Ashtu që kanë thënë ulemat, komentuesit e ëndrave, nëse shën njëri ëndër që po hahesh me te, që e ke njoftur, ka mundësi që e mërzit për te dhe që faqel qatë forë. Ka mundësi që sikur se ai po do me të këshillu që ti ke disa gabime në fejnë tane, mangësi. Tash kjo motër për shkak nuk e di, ka mbëlesën, apo namazën e falë me rregullta. Mund të ketë ndonjë mangësi, ku sikur se jep isharet që plotësej. Ka mundësi që je në prag të një përjetimi diçka në jetën tënde. Inshallah Allah të ndihmon, e kalon lehtë. Ndryshime pranë familje, marrëveshje e të tjerë. Gjithashtu mund të sinjalizoj kjo ëndër apo ëndrat e personit të vdekur se po kasafytesh me te për përmirësimin e gjendjes tënde dhe daljen nga disa vështirësi që ke pas deri më tani. Se do që ti mund të ketë edhe kuptime tjera, do që ti jetë i motër, e rëndësishme është për neve muslimanëve
që ta kontrollojmë vetën tonë në raport me Zotin tonë. Mundësisht për çdo ditë. A jena mirë me Zotin tonë, a nuk jemi mirë. Po nëse dina sakt, i diçka kemi mangu, për shembull tek motrat, mas e kishte motër, nuk e kanë bolesën. Kena motra, sa të dush, të cilat janë shumë të mira. Me pasko namazë, me Koranë, me agjerim, mujtë mëdheje, hanëm tajtë, e tjerë, me dhikër, me shumë sanet mira. Ndoshta edhe haxhike, numre, por shami nuk e kanë, jenë shtyra në mosh. Dhe ato e din, pa e thonë kërkosh, që ka prisin. Përmirësëje gjendjen tënde, sa ke mundësi me përmirësu. Anën tjetër, ne nuk duhet që të preokupohemi fort me ëndra. Nuk duhet të preokupohemi shumë me ëndra. Ëndrat janë ëndra. E ëndrat mund të jenë prej Allahut, mund të jenë prej shejtanit, mund të jenë prej nefsit. E nefsit e fjala atë që e preokupuar me të dje për dje, apo që e ke ndërmend për të ardhmen, mund të jenë edhe e nefsit pra, por ne muslimanët, nuk i konsiderojmë ne muslimanët nuk i konsiderojmë për argument, nuk i marrëm për argument. Ëndrat me thonë se kam pa ëndrat, ashtu do të me bëkështu. Ja, ne nuk i marrëm. Kam pa ëndrat se filani me ka bë këtë shërë dhe shke ka përfyti. Ja. As njerë. Allahu na përmirësoj gjendjen. Tjetër, selamu alaikum. Vetëm se ndalja zërin në radio, si lutëm apo televizorit dhe komunikoni vetëm për mes e linjës telefonike. Nëse po dëgjohemi, mund vazhdojmë me pyetjet. Telefonata, regjia. Selamu alaikum. Aleikum selam. Urdhëroni me pyetjen. A bën më kysh në emision? Po jeni live në emision, vetëm mund të vazhdoni tutje me. Faleminderit beqare. Desha hoxhën e nderuar, selam aleikum dhe juve në emision. Aleikum selam. Të pyese kam shumë një hall dhe shumë një gjë. Jam budallakue. Në vjetë e mia nuk po di qa po bëj. Nuk po di qa po asi, jam shkuar në Shqipal, nuk po di ku jam. Por zohna në për obarën, në për pishkollë dhe pishët. Por zohna tash e mërzue që 2 herë në qytet. Para 10 dite e mërzu mjetë dhe qendë qyteti, më kapi një njeri me një gru në qaj. Kreqë më hupë. Sa vjeçare je? Edhe 75 i bëj kësmet kosha në shërahat me emër Zotit. Po mundohna më falë, po falëna. Mbulesën e kam si sa hoxha pazët për atë shoqën. Po mundohna me falë vaktet edhe e këfali namazën e para dreke. Po mundohna me ngjinu, po mundohna, Allahu e atë e din. Amo që to sprova, po veç edhe kom kalu një jetë shumë. Një djallë me mytë, më ka mytë një djallë këtë, 26 vetë ma kanë marrën në lutë. Qështu të sprovat e Allahët ishën të madhe, Allahën falë, edhe po harraj, edhe po gabaj, edhe pe lutja Allahën me ma pranue namazën me ka shumë gabime. Po,
që kjo është që përzohna ka posina, asë mirën me që asë kodë, më kërthonë gjë që shkon që jam marthuja, po gjuhna. Do të merrni pas pak këshillin prej hoxhës. Faleminderit për telefonatën. Edhe juve, aleikum selam. Allahu të rujt, ja Rabbi, Allahu në gjennet qoftë se na knaqe, pasha Zotin na freskove. Edhe shëqytës të kam nga që atje, me tapu thatë balë një herë, dhe qysh nëse dhe gjysheve plakat mira. Eshte më këtë dokti me këto fjallë, nuk pas ka shvet 7-5. Po që më doke se mi pas nga 85-90, plak e mirë, zoj plak. Trujt i madhe zët, ja Rabbi. E ti, nuk ka je hup, s'ko ke hup, po ti ko ke tamam plak e këtu në herit. Fjallë ti pas ke veç Allah që ti ka dhanë. Po kush po fol ka se ti, kush? Unë s'po di me fol si ti qëto. Ti folë ma mirë se unë, ma mirë Pirenis ti fjallët, se që Pirenis e une. Sen s'ka bove, krejt me 10 që folë, qa folë? Allahu dashtë të trujti ja Rabbi, në fund të i loke vete the, 2 sene i the, jem s'pravu shumë, djalin ma ka marë zoti, pra ka shkru Allah me dek, me ata zëllumësarjen bo sebeb, Allah ata i kaldë, ja Rabbi, e djalin tënë Allahu shpirt një pasue në vendin më të hajrit atje, e pas më shiru, e tyje Allahu sa ti është gjallë, ta mundësot me adhuru Allahun. E kur des, shpirtin tënë me bashku me shpirt djalit tënë, ja Rabbel Alemin, ja Allah, Allahu shpirtin tënë ta bashkop në shpirtin e tina, e shpirtat atyne që kanë dek para juve, para ti, e që janë rrugë të Zotë, që kanë qenë rrugë të Allahët, ja Rabbel Alemin. Dhe fundit që e the shumë e madhe, kjo ke dhe me e madhe, se të thash këtë fjallë t'i folë, shumë të mire i folë, ma mirë se onë, për dishe me folë. Dhe se sprovat e Zotit, ko kanë laj, apo t'jush e tha, ko kanë tranda, ko kanë. Ka Zotë me që balë, ati kofshin falë, bindu, unë ashtu për ndjej, që kjo sprovsh të ka që Allahu me harres, kjo hajrë për ty dhe është e fundit për ty. E se ki largë, ki me shku të Zoti, e lumja për shpirtin tanë. Lumja për shpirtin tanë, lumja për shpirtin tanë, e për imanin tanë. Për falë namazën e paraditës, për falë 5 vakët. Për lutë Allahin o Zët, me gjithë gabimet e mija prana më namazë. Këtu janë fjallë, që në gjithë të shkolla, kam edhe baki nuk dhja me thanë që shta jesë ti. Po ty dalim për zemrës o i luke, ty dalim për zemrës, sepse ti je sinqert me Zotin tënë, e dënë Allahun tënë, inshallah dhe Allahut dënë ty, ja Rabbi, Allahut ngrit, e të larsoft, e pe ishdo gjunahit pastroft, ja Rabbi, e ta mundësoft Allahu që me dhanë shpirtin pa as një gjunah, e me shku të Zotit, e me takua djalin tanë delt për taj djali. Delt për taj djalet për qafan, oj, luke, thët, dhe sajem të të pritën e ty. La ilaha illallah, la ilaha illallah. E pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka tregu se shpirtat kur desin, kur dalë se shpirtit nuk vdes për trupi. Kur vdesin njerëzit dhe varrosen, dhe shpirtat takohen me shpirtat e vdekur besimtar. Dhe ata që na njohin neve që shkojnë për këtuhit, na afrohen, bojnë tërë. Me na përqafuhe, me na avru mirë se hardhje, s'na kanë pa mati. E i pari del shpirti djalit tanë, sepse e ki loqke në zemrë. E të përqafan, dhe përqafan edhe ti. Dhe falendron Allahun azza wa jall. Allah të knasht me të, ja Rabbi,
në varë e të kënaqshme të në ahiret, e tanë neve besimtarë, ja Rab, që e besojmë Zotin hak, e besojmë ditën e kiametit hak, e besojmë mahsherën vend të bimin hak, ringjalljen hak, gjenetin, xhehenemin. Allahumma amin. Allah të rujtë të dashtë, ja Rab. Allahumma amin. Vazhdojmë tutje me telefonatën tjetër, të cilën e kemi në linjë. Selamu alaikum. Selamu alaikum. Aleikum selam. Desha më thash me bëhe hoqës një pyetje, jam këtu në Gjermani, Po, jo të e punoj e falë kështu 5 kohë namaz, dhe kështu po gjumate kështu edhe po janë xhamia të largë edhe nuk po muj me arrit. A muj me falë, a bë mos me falë e qatë, qysh. gjumon për shkak të rrugës apo? Edhe kështu po xhamia të janë largë, po edhe kështu nuk muj me shku, shumë lujnë shefat e këtu. Sa e ki larë xhamin? Po shembull 2 orë, 1 orë, 1 orë e gjysmë, 2 mas shumë të kur punoj. E qartë, e qartë. Në rregull, faleminderit për telefonatën, ju përshëndesim. A pe falë vaktet? Selamu alaikum. Vakte tjera e fal. Po, 5 kohë namaz po. Tamam. Selamu alaikum. Allahu të rujtë e dashtë, Allahu të rujtë e dashtë, Allahu të rujtë e dashtë, e të forcoft në din, ja Rabbi, e të forcoft në din, e Allahu ka thanë, wa me yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ai që ja ka frikën, që ja ka dronë Allahut, ka për të hapë rrugë, ka për të qelë rrugë. Allahu azza wa jall. Dhe kjo pasha Allahun në praktikë vrehet. Sado që i ngushtohet trupit, apo i duket atina se i është ngushtuar, apo po vihet duke i ngushtuar, dhe kë ka frikë Allahun, i mbështetet Allahut, ka me qelë Zoti rrugë, ka me qelë udhë, ka nuk e pret hiç. Sepse kjo premtimi Allahu do me jetë të kila, të të Zotit, ruje dinin, mbaje dinin, jetë me Allahun, kjo jotja, i prej Allahut, yaj'al lahu makhraja, ai ka me qelë udhë. Pra për te për ta lip këte, ai për ta premton për lartë madhërisë të ti atë. Ai e ma fjallën, ai është Zot, i gjithë fuqishëm, fuqi plot, i pamposhtur, s'ka kush që mund t'ja prish ati planet, të bareke o ta'ala. Kështu që i ndëruar, namazet farze, asë se mësele pa falë, qoftë edhe vetëm farzet, ndërsa për gjëma, për momentin, nuk e ke bërç me shku me falë gjëma. Nuk e kemi obligim me shku me falë gjëma në 2 orë rrugë largë. Nuk e kemi obligim. Nëse shkoj me falëm, në rregull. Kena mundësie, qoftë vetën qoftë me shokeve, të dyta me familja, e tretja, shkoj me falën, njerëzit shkojnë e 4 sahat e falën, dhe kënaqen. Po ata kanë mundësi. Ndërsa ai cili nuk ka mundësi, qoftë nga ana e punës, nga ana e shëndetit, nga ana materiale, s'ka me qka e tjirë, ai nuk e ka bërë gjëma. Ai e falë dreken edhe kaq. Por, ke para, pjesa pare e përgjigjes, pjesa e dytë e përgjigjes, a thuhet ashtë të mjafton robi të qetësohet, pasi që nuk e pas ka bërë që gjëman, edhe të rritë që ndërej kështu dhe të vazhdoj me vite, përgjigja është jo, por dohet në stap me u përpjek, mos pe gjene e pun diko, ose diko ma afer do një xhamie, ose ndo një pun tjetër, ku të jipet mundësia me falit gjëman, qoftë edhe më rrugë pak më të vogël. Kjo për 2 arsye kryesore. Arsyeja e parë është se robi besimtari sinqert me Allahun azza wa jall nuk e ndjen veten rahat të qetë, nuk e ndjen të qetë. Mos me fal xhaman me javë, me muje, me shkon në vetë pa fal xhamanës. Edhe nëse është e arsyeshëm, nuk e ndjen të qetë. Shumë i mungon në robi xhamaja. Shumë. Çështja e dytë, humbja e xhamas, mos falja e xhamas, edhe nëse nuk e ka gjuna që s'po fal, është humbje e madhe e derseve, përkujtimit, dobësimi i imanit,
Ka se gjemaja ka urtësi të shumta. E vërtet është farz e Zotit, është urdhër e Zotit, dhe do të me kryenimi përgjigjur urdhër e Zotit e tjerë, por edhe nga ana e dobive tona shpirtërore, psiqike, logjike, emocionale, në të në antë janë dobi të pafundta, janë dobi të shumta. Pa njeri veç me shku në gjema, knasi veç të shku. Për nga në të hoqë, edhe ja kujton deken, ja kujton Allahun, ja kujton sevapin, ja kujton gjunahun, ja kujton haramin, ja kujton halalin. Dhe këtë priket, një javë dhe s'ka një kërkush si ka thonë të kur gjë për fejë. Pastaj ditën e gjemaz, gjamia është mbushur me melaçe. Bereqet i madh, rahmet i madh. Gjami. E isha ata njerëz. Dhe shë se tonë këta ka nërë me adhuru Zotin, krejt këta dojnë Allahun. Tonë këta e nisë për xhenet. E pastaj mësën diçka për hoxhës, është në kry. E pastaj sheh musliman të përshëndetet, ka shumë të mira, forcohet, ngritet, i shtohet imani, se cili musliman e vren. Për ata hutbja xhamas është tepër me rëndësi, e cilit niveli është me kanë kualitetit lartë, me kanë cilësore, qoftë edhe shkurt, me qenë prekse, që i prek ndjenjat e besimtarve dhe u përkujton diçka nga e kaluara, edhe ardhmja, se ditë e gjykimit e vdekjen e tut një Zotit, por edhe mësën diçka të re, qoftë një hadith, një fjali, 3 minuta, 5 minuta, i mësën diçka, non stop. Ua përkujton Allahun, ua përkujton nesër qëndrimin para Zotit, dhe i këshillon e mësën diçka. Dhe çdo xhamavin duke shtu imanin, duke shtu edhe dijen. Ta në këti hu për robe nëse rrën më ose me vite, runa zënë për e falë gjëman. Dhe që kërë shëhvetën kara imanit e toka. Kara për toke, pendje, bëhet zemra guri. Allahu në ruajt. Besej që kështë qartë, anë pëse zgjata pa. Ka drejmë tjetër në telefonat. Selamu alaikum. Selam aleikum. Aleikum selam. Jam një motër e cila jetoj në diasporë dhe praktikoj fijen, do me thani fali vaktet. E kam kry umrën me familjen, e kam kry haxhin, po tash e pata në një pyetje për hoxhën e nderuar, nanën e kam të smut, edhe dashta me pyet hoxhën, a kam të lejuar, a kam të drejtë me kry umrën për nanën, pasi që ajo është e smut, ka depresion, do me thonë psiqikisht është e smut, am lejohet mu me kry umrën për ata. Ti ku jetash? Unë jam Zvicër, jetoj në Zvicër. E ti po do më që me shku në qabe me bë umrën për nanën? Po. Pasi që ajo është e smut, ajo nuk e ka të mundshme me shku, është e smut. E pse haxhin një po umrën? E pa tëre du të me prit kone haxhit, për me kry mas, do me thonë haxhin, ani, po ban edhe haxhin atëre, ani, është në rregull? A ka punue nana? Nana jo s'ka punua, ka në ambise, në ka rrit neve, mu fal, o fal, ama ta në prape ka la namazin, e tash është edhe smut, tash nuk mundet mu fal. E ka la namazin, pse ka la namazin? Po pse psiqikisht është e smut, është me depresion, që me thonë. Nuk mundet mu fal. Unë i foli shumë, po nuk po falet. Ka erdhë depresionanës, ka erdhë. Po, jo, me një ko nuk mu i ke me bo gjumë, tash s'pedi, tash a është mirë, dikon ashtë ta me qutë, në rukje, se di. A ke qutë dikon? O vëllau e ka qu një herë më duket. Në Zvicër? Po, në Zvicër e ka qu një herë. Po që anë e motër, keni hëgjallar mjaftë atje, shqiptare, arabe. Ajo është atje, ajo është në Shkup, në Macedoni. Edhe në Shkup, ka hëgjallar sa dush. Do të merrni pas pak këshillën, faleminderit për telefonatën, ju përshëndesim, selam aleikum. Aleikum selam, faleminderit shumë. Faleminderit nga ju. Inshallah Zoti e shëron atë nana, mo. Depresion. Për çfarë morën depresion nana? Për çfarë morën depresion?
Zotë mos na provoft. Zotë mos na provoft, natyrisht, ama tash, nëse e qenë allë depresioni se shkak e ndonjë defekti shëndetësor që vije pa insistimin, pa dashjen e personit, themi që ka arë për Zotit mirësart. E që pastaj ai defekt kalon për faza dhe kalon në depresion. E që është mundi psiqike. Por, nëse depresioni vjen si rrjedhoj e të lashave të dynjas, e sprova të dynjas, e hjekave të dynjas, kjo është papranueshme. Dhe fetarisht është pa justifikueshme. Sepse është rrjedhoj e mos pajtimi ka dërt Zotit. Nëse kush do qoftë, ta lëm këtë motër, për kush do qoftë, ka rënë depresion shkak pse nda me gru, shkak pse nda me burr, shkak pse kanë qitë për punë, shkak pse s'pen nga reja, s'pen nga djali, s'pen nga gruaja, s'pen nga burra, s'pen nga këshia, shkak varfërie, shkak skamje, shkak probleme shëndetësore, shkak sprova në familje, ku ta diun të ndryshme, nëse ky bjen për to, shkak ty në bjen depresion. E mire, e ato nana tona si ke qëtësek pak ma heret, të cilat e kanë humbur, ti e kanë humbur kushtimisht, se fizikisht e ka hupa jo. E nëpse inshallah ka shku të Zotin xhenet, por se ka më, se ka djalin mjani zanën djalit, aromën e djalit. Aromën e djalit, erën e djalit mjani, shkreta. E varros, apo se dina zvarën e djalit kërka. E sa nana në Kosovën tonë që nuk i din ende ishnat e fëmijëve të tyre. Fëmijëve tyne, sajën që e kanë të humbur ka një, sajën që e kanë humbur ka 2, sajën që kanë humbur ka 3 antar familjes, ndoshta 3. Dhe më shku më nejt me to, asë një element të depresionit nuk e qenë. E që ka ndodhe këtu? Ndodhe se këta ka forcu Zoti, se ke besan ka drejt Zotit. Zemra ka plak, për ta më me kesh nuk ka. Për ta po bëj gëzime, po të thirë e kur derin kiamet, puna gëzimit e ka pas. Ani pse kështu ashtu në dënja me këqyrë halal nuk i qakzohesh. A dhe me këqyrë halal detaje, dënja më s'ki qakzohesh në ta. Se është aja farvjerë, shavjetër e shqiptarëve to, një dëgzime 70, një dëgzime 60, një dhe një e që shto, kjo punë. Kjo është shkret. Kjo, me bo me këqyrë nga një kënd tjetër, kjo del sen prej saj. Sen s'ka, po mos tjetë përgaditja për ahiret, e për gjenet, e me lana e punë të hajrit, e me lana e fjallë të hajrit, e me fitu në respekt, e një dashurit e njerëzit, e me bo një kandil ndryqus, që a ndryqen njerëzve rrugën, e gëzohen njerëz ku të shohin, e të mirë presin, po edhe kur të kish dekin lutën për ty, e të përmeni për si miri, po më stishin këto, që ka këtë një? Kalzan që ka. Që javlen shumë të shmend më saj, që ke ka të mira plët, po se javlen me vaj jetën për to. Kër hele për ka kap, të lëshën re. Andaj, ke punë e depresionit, po në kam rezerva në të shumë, sepse tutna që këta njerës e cilët binë depresion, si rrjedhoj e problemeve të dynjas kam frikë. S'paku, unë ashtu kam e vlerësaj. Kujtoj, kam frikë, se nuk i kanë punë të mirë me kader të Zotit. Të kaderën nuk i kanë punë të mirë. E që është rrjedhoj e imanit dëpt, e mos njohjes ligjeve të Zotit. Dhe vjen dhe depresioni, tani që ka bani? E hupi men. Apo nuk është në se ka me të veta në kontrol. Problem ke punë. Përgjigjemi konkret motrës. Pyetje. Pra, që thuj vllaznive ta qojnë të ndonjë hoxha, të 2, të 3, një herë, 2 herë, 3 herë, të neuropsiatri, të neurologi nanën me qo. Tash nështë ta ka shërën, nështë ta ka kaluar në ndonjë sëmundje që nuk ka shërën, pas paku me marrë ndonjë barë, qetësuese, etj.
Dhe mos harrojmë se ka pak për të me falë pleqt. Ta i kësaj tutën edhe ma shumë, se për të një hidembelia, runa zëtë, shumë pleqve hidembelia, arrin shejtani me i kapë në pleqni. Pasha zotin sa të dush ka. Dhe këtë për flasë në praktikë dhe për flasë nga mërzia, për mërzitna, shumë mërzitna. Më falë 70 vjetë, ndime në verë, edhe në stëm deke si e shku, dhe thumë kanë shu kam, s'pa mëj më falë, pa habitna, s'pa mëj më falë, s'pa mëj majtë avdesin, s'pa mëj ripas për më falë. Pasha, zotin, më tha parran, është marrë se i plaka, dhe së kulturë. Se qashtu është, po në s'muj të thamë, se së është kulturë, që që thu një plakët parranës e një plakës. Ama, thuj ma bëtë, këto janë, që më thonë, janë arsytime boshe. Këto janë kurgjojqë. Këto janë veç veti mja boqefin edhe dreqet malkuar. Për ndryshe askujt. Se edhe ti vetë din, për në do me pranu, të më nësh më falë. Për namaz, sanski. Të më në falësh edhe na file. E si bërë në pashtë, falësh, edhe pa pashtë falësh. E për më dhamin kam, të falësh ullër. Po demelia të ka him pleqni, prano, po i ko për mu, që më ka him pleqni demelia, o zat, darga ma ke demelia, rabbe, e mos ma mërë shpirtin për namaz. Të mërë do nana jenë, qa është kemi varros në nanë, para në mujditë. Dhe i kolegi, ja, dhe hoxha, nanë dhe ke pas gjemat, të regullës të kanë ngu në emision, dhe që di, i ka 10 vjetë, ta të 3 ka të zepat, i ka 10 vjetë, kur verë dime namazën natës në kalon. 10 vjetë i ka mas fakt, që ka koptu që namazën natës nuk bën, pa, i nuk bën, me bu bën, pa që është të rëndësishëm. Ka thonë nuk e la. Në stëp të bëj ibadet dhikër. Tash, pse këtë pleshnia nuk e mashtraj, nuk e demelavi? Pse? Dhe sa ma plak, sa ma shumë, më dhonë ma zotit tanë. Sa ma shumë. Një partë të spindohër. Me mire herë, subhanallah. Alhamdulillah. Dhe mërë sa shumë njeri banë, mi bë 5-6 orë dhikër. Dhe mërë sa herë thëtë. E më që më falë, e më rajë stikfarë, e me lëzu Kur'an e se din. Të nëzë gjume bëm, bjenë. Që është, kur dhe gjume, që është marrë abdes, ka dalë. E në kuzhinë vetë, mërë dhe qka preshe. Hajda për të dhëmë tane. Edhe nisja falu, banë dhikër. La. Knaqe shpirtin, pregaditu se gjinën për varë. Për umre nuk shatha me cukër kam piktuhit për nanë, por një adhash zote mundësin, nëse në ka prunë për të thes ka përnu, ma mire ka me bo haqin për nanë nëse sa për umren. Ama nëse shkën të këshpej ush atje, se di banë. Pra edhe për nanë, banë me shku, nuk thëmëri që jo. Nuk thëmë që s'bëm shku nëmërë për nanë. Në vetë kam shku për ullatem, kam bëmërën për te, kur ka qenë në agonit të vdekjes. Në fakt shumë dësha për veti, po rëndrova njetin. Dhash për bëj për ullatem të lutë Allahun, t'ja kushtoj këto me krejt atina, që Allahu t'ja letësan smundit të vdekjes, sepse për çdo ditë shkaj këtë pushtë. Kështu që nuk them nuk bën. E po bën. Po. Marrëm telefonatën e fundit për sonte. Selamu alaikum. Selam aleikum. Aleikum selam. Hoxh deshta me ta bën një pyetje. Po, urdhëni. I kam 10 vjet edhe po du më mbullu, prente mi më thonë se jam hala e vogël. Do të më prit edhe pak. Cërklasi,
Në klasë 4. Në rregull, nëse s'ke pyetje tjetër, Jo, nuk kam. selam aleikum, Faleminderit. Allah ju rujt. Alim selam, Allah e trujt. Nga i prindrit tu, Allah e trujt. Nga i prindrit tu. Na fakt paç. Faleminderit. Të nderuar shikues, takohemi javën tjetër dhe atëherë më mbiç.